Me trikat online kemi konstatuar që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në mënyrën se si redakësit i qasën lajmit. Redakësit të cilat të ardhurat i gjenerojnë kryesisht nga trafiku që kanë online, janë më të prirura që të bëjnë tituj më të fortë, që i flasin emocionit, që krijojnë një lloj polarizimi të shoqërisë dhe nëpërmjet kësaj gjenerojnë ndërveprim në rrjetet sociale. Ndërkohë kemi konstatuar për shembull edhe raste pozitive ku janë kryesisht mediat e NGO-ve, të cilat kanë tituj më neutral, janë të fokusuar më shumë tek përmbajtja cilësore dhe nuk i flasin emocionit ose nuk ngjallin një lloj polarizimi në përmbajtje. Nga ajo që ne kemi konstatuar është që besimi i audiencës nuk lidhet më shumë me brandin e portalit, sepse një pjesë e mirë e audiencës nuk shikon fare se ku po lexon, por lidhet më shumë me përmbajtjen që ka lajmi. Pra nëse ka kontekst të mirë, nëse ka titull që është neutral, nëse përmbajtja i referohet dikujt apo jo, pra nuk ka, ose titulli përshtatet pasqyron atë që ka në tekst apo jo,